Dhe sa mundosh me i rujtë traditat familjare? Në maksimum, përveç traditave që nuk e konsiderojnë gruan të barabartë, që ato tradita që kanë ekzistu në të kalumen, e jo domosdoshmërisht duhet me i rujtë tani, në fakt s'duhet me i rujtë fare, kurse traditat e tjera, gjitha, të më thonë ato që i kam mësu në familjen time, ato që i kam mësu prindonin familjen e ti, të më thonë ato si tradita i rujmë, tash edhe pak e përmendet që është Bajrami së shpejti, ne e kalojmë kohën me familje për Bajram, vizitojmë familjarët tjerë, sigurohemi që ju ndihmojnë atyne që kanë nevoj, se kjo është një prej traditave më të mira në fakt që i kemi pas gjithmonë si popull, edhe kjo na ka bashku, na ka ndihmu që me pa solidaritet ndërmjet nesh në kohë të rënda. Edhe, do me thonë, këto janë tradita që i vazhdojmë. Traditat e vizitave familjare, traditat e mbështetjes njëri tjetrit, ditëlindjet. Festat e vitit ri. Po, gjithmonë për vitri e gjithë familja jemi bashk, për Bajram natyrisht po ashtu. Kështu që janë janë gjana që unë mendoj vlerat familjare janë ato që mas shumë të duhet me i rujt në këto momente, sepse është familja ajo që e kam bajt Kosovën bashkë si bërthama kryesore e kësaj shoqënie në kohë jo të leta. Prandaj edhe për mua është shumë me rëndësi, shumë me rëndësi që këto vlera me u rujt. Miqasia, besa, nderi, mikpritja, konako, gjithmonë ka qenë pjesë e traditës tonë që na duhet ende me i rujt. Absolutisht. Edhe gjithmonë, jo ende, por gjithmonë. Edhe është vlerë e cila respektohet edhe jashtë vendit tonë, do me thonë... E kemi si turizm na këto. Absolutisht. Mikpritja, besa që e përmenda, nderi, janë të gjitha tepër të rëndësishme. E mendoj që duhet me i bartë brez pas brezi edhe tek fëmijët tonë. Tash me qenë se brumi pak na u ka shkri, është pak problem të forma. Jo, mu po më duken shumë të bukra. Po imaginoj për shije, e mandej po më duken edhe të bukra. Shtu që... Gati, për me ju dalë shumë atë bukra, puterin, margarinën nuk e shkrini shumë, po në temperaturë të dhomës, edhe dyta, reqelin që është brenda, e bëni pak matrash. Ose si lojgjemi, ose copzat e portokallit me qenë më të mdoja. është pak ma letë pastaj me mbet mbranda në keks. Ma mirë se sa me i ble. Me i ble, ato i kanë tani... Me i ble, mande edhe janë të kushtushme, si do